Mirë se vini, sot kemi përpara një material që pikturon një portret vërtet magjepsës së çarkisë së vjetër të Shkupit. Po, E quan atë zemrën dhe shpirtin e qytetit. një përshkrim shumë i fuqishëm. Shumë. Aty thuhet se takohen ritmi i jetës moderne dhe shpirti i vjetër. Dhe unë mendoj se misioni ynë sot është të gërmojmë pak më thellë, të kuptojmë se çfarë fshihet pas kësaj ideje. Absolutisht. Dhe ajo që mua më duket interesante është se ky material në thelb po flet për atë që ne e quajmë trashëgimi e gjallë. Trashëgimi e gjallë. Po. Pra, nuk është një monument që thjesht të shikojmë nga larg. Është një hapësirë ku njerëzit punojnë, jetojnë, bëjnë pazar. Më thënë, e përdorin çdo ditë. Dhe kjo e bën gjithçka shumë më komplekse. Kuptoj, sidomos kur përmenden shtresat historike, osmane, bizantine, ballkanike, materiali e paraqet si një, le të themi, përzierje harmonike, një vend që ende funksionon fuqishëm. Por a është vërtet kaq e thjeshta, nuk ka tensione aty? Pikërisht. Kjo ideja e një përzierje të qetë shpesh fshih një realitet tjetër, që është një negociatë e vazhdueshme. Çdo dyqan i ri, çdo restorant, është një vendim, është një zgjedhje. Pra, çarshia nuk është një muze i ngrirë, është më shumë si një, si thua, fushë betejë e qetë kulturore, ku e kaluara rinterpretohet vazhdimisht. Më pëlqen kjo ide, dhe kjo betejë e qetë ndoshta duket edhe më qartë kur materiali kalon nga arkitektura te njerëzit. Te përvuja njerëzore. Po, përshkruan shitësit miqësor, kulturën e kafes si mënyrë jetese, madje edhe pazarllëkun e quan pjesë të përvojës, t'jep ndjesinë e diçkaje shumë autentike. Po, por këtu duhet të jemi pak të kujdesshëm. Pse? Sepse prek thelbin e dilemës. Këto rituale, si kafeja apo pazari, kanë dy funksione. Nga njëra anë, po, ato janë shtyllat komunitetit, por nga ana tjetër, Janë kthyer në një produkt për turistët. janë kthyer në një lloj performance. Autenticiteti vihet në skenë çdo ditë. Kjo nuk do të thotë se është fallse, por tregon se mbijetesa e çarkisë varet nga kjo aftësi. Ti shërbej edhe komunitetit, edhe tregut global. Dhe kjo natyrë e dyfisht ndoshta arrin kulmin me imazhin e urës së gurit. Ura e gurit. Thuhet se është vetëm një hap larg, një simbol që lidh të vjetrën me të ren. Duket si metafora perfekte për harmoninë, apo jo? Në pamje të parë po, por unë mendoj se është më e thellë saq. Shiko, çdo urë është sa një lidhje, aq edhe një kufi. Një kufi? Po, ajo detyron një dialog mes dy botave, por nuk e garanton që dialogu është i barabartë. Ura është pikërisht vendi ku dy ritme jete, dy botë ekonomike, përplasen. Pra, pyetja e pashprehur është: Pyetja është, a është ky një bashkim, apo ritmi i jetës moderne po e kalon urën për ta konsumuar dal nga dal shpirtin e vjetër? Ura është simboli i këtij tensioni. Pra, po t'i mbledhim të gjitha, ky material na tregon se çarshia e vjetër është shumë më tepër se një kartolinë e bukur. Shumë më tepër. Është një ekosistem i gjallë ku identiteti formohet nga tensioni i vazhdueshëm mes ruajtjes dhe përshtatjes, mes vendasit dhe vizitorit. Pikërisht. Dhe kjo na lë me një mendim për të reflektuar, që shkon përtej Shkupit në fakt. Materiali ofron një vështrim romantik të bukur. Po. Por ajo që ne kuptuam është se këto hapësira janë jashtëzakonisht delikate, dhe kjo e ndryshon pyetjen që duhet t'i bëjmë vetes kur I vizitojmë. Dhe cila është ajo pyetje? Nuk është më thjesht sa bukur që është ruajtur e kaluara, por është çfarë roli luajmë ne si vizitor në këtë ekuilibër kaq të brisht? A jemi thjesht spektator, apo jemi pjesëmarrës aktiv në transformimin e pashmangshëm të këtyre vendeve?